Përshëndetje, nëse nuk merrni asnjë gjë tjetër nga kjo video, vetëm faktin brutal që njerëzit janë të mvarur ose të adiktum nga ushqimet e pashëndetshme, në të njëjtën masë siç janë të adiktum nga alkooli, apo duhani, apo droga, atëherë videoja ime e kam vë qëllimin e vet, pasi e di që ata njerëz që do ta shohin deri në fund do të kenë përmirësim në shëndetin e tyre, sepse do të fillojnë të marrin hapat që duhet. Në këtë video do të shpjegoj se pse njerëzit janë shumë të mvarur nga ushqimet e pashëndetshme dhe çfarë janë disa hapa që ju të merrni të sfidoni adiktimin ose mvarësinë nga ushqimet që po të sillin aq shumë probleme me shëndetin tanë dhe mund të çojnë në shkurtimin e jetës tane. Për ju që jeni për herë të parë në kanalin tim, ju mi pres dhe ju falenderoj që keni kliku. Dhe për ju që jeni rikthy në kanalin tim, ju falenderoj që jeni rikthy dhe ju përshëndes. Ju lutem, nëse informacionet e videove të mia kanë rëndësi për ty dhe gjeni atë vlerën e tyre, të klikoni në like button ose në butonin e pëlqimit që edhe njerëzit e tjerë që nuk i din këto informacione të klikojnë dhe të shohin se qëllimi jem është që me ndihmu sa ma shumë e ma njerëz dhe për mu qoftë edhe një person që mund të ndihmohet nga informacionet e videove të mia, atëherë unë rriqet se e kam ba misionin për cilin e kam nis ose i kam nis këto video. Nëse ki marrë vendim që shëndeti jot është në rrezik dhe ti do të pash hapat përpara që ta ndihmosh veten tënde, duke u largu nga ushqimet e pashëndetshme për cilat je ndjeni, por ndoshta ke ardhur në një ull kryq ku nuk e din se si m'ja bë ose se si mu shkëput nga këto ushqime që po të shkaktojnë probleme me shëndetin. Atëherë je në vendin e duhur. Pasi, unë do të shpjegoj tashti se pse jemi të varur nga ushqimet. Mvarësi nga ushqimi është atëherë kur ti e din cilat ushqime të pëlqejnë dhe nuk mundesh me nejt pa to në asnjë mënyrë, i thu vetes që të gjitha i la, po i ky ushqim nuk e la. Për njerëz të ndryshëm, adiktimi ose mvarësia nga ushqimet është e ndryshme. Për disa janë sheqernat, gjithçka, amelcinat, çokolladat, gjithçka që ka sheqer mren, është një gjë që ju pëlqen jashtëzakonisht shumë edhe nuk mundet mu nda prej tyne. Për dikën tjetër janë bulmetnat, janë djathi ose produktet e qumshtit, të cilat kanë disa kimikale në vetvete edhe disa hormone që i bajnë njerëzit shumë të adiktuar prej tyne dhe njerëzit duhet pa tjetër me u rikthy me i konsumu edhe shpesh në një shkallë shumë të lartë. Unë i shoh shpesh klientat e mi, pacientat e mi dhe njerëzit me cilët flas për ditë që thonë nuk mune me lanë pa hangër djathin, nuk mune me nejt pa pi qumshtin, ose nuk mune me nejt pa e hangër një amelcin ose një çokoladë mas dreke ose mas darke. Nëse ky person me këto karakteristika jeti, atëherë ta dish mirë që je i adiktum prej këtyre ushqimeve. Një gjë shumë e rëndësishme është se miku. Po, edhe kur ti e din se këto ushqime të sillin një shëndet shumë të dobët dhe ta vënë shëndetin edhe trupin tanë dhe jetën tanë në rrezik, por ti prap vazhdon ti konsumosh pavarësisht nga këto fakte, atëherë ta dish 100% që je i adiktum, je i mvarur prej këtyre ushqimeve. Fakti është se të gjitha ushqimet e pashëndetshme që janë të dëmshme për trupin, janë ushqime që nuk i kanë rrajën në tokë. Janë ushqime që janë të përpunume ose të krijume në laboratore ose në fabrika të ndryshme, siç janë çokolladat, produktet e sheqerit, chipsat, apo shumë ushqime të tjera, mishat e përpunum, qumshtat e përpunum dhe të tjerë. Ç'a ndodh dhe pse jemi të adiktuar për këtyre ushqimeve? Rreth parë, ato fabrika ose institucione që i prodhojnë këto ushqime kanë shkencëtar që merren me studimin e landeve përbarse të këtyre ushqimeve. Dhe ata sigurohen që ushqimi i cili po shkon në konsumim
ka këto gjana që janë të domosdoshme që me të bë ty dhe mu si konsumer, me unë varë për i tyne që me shku me i blej prap. Do më thonë, këto ushqime duhet kënë në vetë vete sasinë mjaftueshme të sheqerit, të krypës, të yndyrës dhe plus ata shtojnë edhe disa kimikalet të tjera që bëjnë rritjen e dopaminës. Dopamina shkon direkt në tru, kur dopamina shkon në tru, atëherë ti je bëhesh i varur nga ky ushqim, pasi dopamina në tru të krijon atë që quhet high ose të jep një gjendje kënaqësie shumë të madhe që ta ban trunin me majtmen edhe don që ta përsërisësh prap. Edhe kjo është arsyeja se pse shkojmë prap pikërisht të këto ushqime që janë adiktive, na kanë bërë një mvarësi fizike dhe emocionale në një farë mënyre, pasi gjithçka që ham ka lidhje me zorët e holla, kanë lidhje me trunin, është një lidhje komplet direkte. Atëherë pra, kjo është arsyeja sepse njerëzit adiktohen nga këto ushqime. Është dopamina që kanë në përbamjen e tyne që ngacmon trunin që me ta dasht prap me e konsumu ata ushqim. Du me krahasu pak me ushqimet që kanë rrajën në tokë, që janë shumë të shëndetshme për trupin, por nuk të japin atë dopaminën apo atë nivelin e kënaqësisë as aq të madhe sa ta japin ushqimet e pashëndetshme, siç e përmenda më përpara. Një që është fakt që ushqimet që janë të shëndetshme për ty e për mu nuk e kanë atë kënaqësinë, nuk e kanë shijen, siç e kanë ushqimet e pashëndetshme, sepse i ka kriju Zoti. Zoti i ka kriju bimët, i ka kriju frutat, i ka kriju drithrat, ato groshrat, thirrzat, të gjitha këto i ka kriju që me pas rrajën në tokë. Edhe Zoti nuk don që njerëzit me kenë të mvarun prej ushqimit. Ne jena këtu që me kry shumë funksione në jetën tonë, me shërby vetes, me shërby fëmijëve, me shërby njëri tjetrit dhe shoqërisë që të gjithë së bashku me kriju një harmonin këtë tokë dhe me jetu jetën mas mirje ma. Qa janë këtë tjerat, ushqimet e pashëndetshme janë man-made, quhet në anglisht, që do thot janë të krijuar prej njerëzve. Njerëzit kanë dhuntin që me vendos se qa me ba në këtë jetë, me vendos vetë. Zoti t'jep edhe të mirën, edhe të keqen, për është vendimi jonë, atë qa bajmë ne, qa vendimi marim ne që me një mu ose me kalu jetën. Shumë njerëz vendosin që, ky ushqim që është i përpunum në laborator, është i përpunum në fabrik, është ushqim i kollajt mu hangër, po e ha dhe po marrë i punë. Por, le të bazohemi tek ajo që ka dhënë Zoti, që është e natyrë e ka dhënë Zoti. Atëherë, ushqimet e pashëndetshme pra, janë të dëmshme pikës sepse janë të krijuar në laborator dhe nuk kanë atë frymën e Zotit në to. Ushqimet e shëndetshme që kanë rrënjën në tokë janë ushqimet e Zotit. Majni men në këtë mënyrë që ndoshta t'ju futet më shumë tru edhe ta praktikoni pak ma let atë aplikimin e këtyne këshillave që do t'ju japon. Ushqimet e shëndetshme janë jo aq të shijshme, po t'japin një vitalitet shumë më të mirë, edhe një balans jete, hormonesh, qelizash në trup që ta shton jetën, edhe ti kryen një jetë kualitative në krahasim me ushqimet që t'japin kënaqësi në momentit, të japin atë dopaminën e nalt, edhe të duket sikur t'japin kënaqësi emocionale, kënaqësi shoqërore, edhe shumë gjëra të tjera, por e kanë jetën, këto kënaqësi e kanë jetën shumë të shkurt, dhe nëse nuk e ushqen veten vazhdimisht me to, duke rrit sasinë e tyne, atëherë gjithmonë ndihesh bosh. Gjithmonë ndihesh bosh nga mren, edhe don prap, edhe nuk e kupton se si po ja fal jetën shejtanit, si me thonë.
E njëjta gjë ndodh edhe me drogë. Droga ka të përbamin kimikale në të që e bën njeriu me varë ose me dash prap me e marr. Po ju mund të bani pyetjen që po ne nuk duhet me hangër ushqim, po është e vërtet ne duhet të konsumojmë ushqim dhe ushqimi duhet në një farë mënyre të na japi një lloj kënaqësie, pasi e ka falë Zoti që ne duhet me ushqy që me majt trupin gjallë, organet në punë, por nuk është e domosdoshme që ushqimet me na dhanë kënaqësinë ose atë dopaminën më të lartë më. Pse? Sepse ne nuk jena të krijuar që vetëm me hangër edhe me fjet, me hangër edhe me fjet. Absolutisht. Nëse doni me bë lidhjen me njerëzit që janë merren me drogë, kjo është ajo që ndodh. Do t'ju jap një fakt që e kam lexuar, është një studim shkencor, janë bërë shumë studime shkencore, po një ndër studimet që është bë me mijtë. Mijtë përdoren nëpër laboratore dhe eksperimente të ndryshme për me provu se si është reagimi i tyre. Një grup mish ju kanë lënë vetëm 2 mënyra për të ushqyer. Njëra mënyrë ka qenë me ushqimin që hanë zakonisht mijtë, dhe mënyra tjetër ka qenë me dopaminë. Atëherë e kanë pa që mijtë që kanë shku dhe janë ushqyer me dopaminë, kanë shku pa pushim derisa kanë ngordh. Ndërsa mijtë që kanë shku, kanë hangër ushqimin tjetër, ata kanë jetu. E njëjta gjë ndodh me njerëzit që janë jashtëzakonisht të adiktuar nga droga, nga alkooli edhe nga duhani. Do të thonë ata rikthehen te njëjta burim që i bën ata moni high ose moni në një shkallë kënaqësie ose një mpimje truni komplet të lartë që me u largu nga hallet e botës, hallet e jetës deri në atë mas që shneti tyne shkon në një nivel jashtëzakonisht të dobët që atëherë ju duhet me vendos atë të vazhdojnë jetën derisa trupi tyne komplet të bllokohet edhe të vdesi, apo të ndalin këto produkte adiktive, produkte që mvaren prej tyne, që me përmirësu shnetin edhe me vazhdu një jetë më të mirë, pa i pas në trupin e vet këto gjana. Shpresoj që ta kuptoni, është shumë e rëndësishme me kuptu arsyen pse. Për mu, gjithmonë punon që duhet ta di arsyen e një gjaje, atëherë më futet në tru dhe mund ta aplikoj në jetën time. Shpresoj që edhe për ju e kam bërë të qartë se pse jena të adiktuar nga këto ushqime. Atëherë, çfarë duhet me bë ti dhe unë dhe ai tjetri nëse jemi të adiktuar ose të vëmvarur nga disa ushqime që na duket sikur na japin kënaqësi, por në të vërtetë na fusin thikën mas shpine. Këto ushqime që të duket sikur t'japin kënaqësi momentale, por janë të krijuar në laborator, si sheqernat, çdo produkt sheqeri dhe alkooli, duhani, të gjitha këto që në të vërtetë nuk janë ushqime. Këto nuk duhet quhen ushqime, pasi ushqim është diçka që e ka kriju Zoti, siç e thash, dhe nuk du më përsërit. Por çfarë bëjmë ne që të divorcohemi nga këto ushqime? E them të divorcohemi pasi puna e mvarësisë nga ushqimet e pashnetshme është njësoj si një relationship, është njësoj si një, çfarë i thon relationship? Një marrëdhënie me njëri tjetër, që mund të jetë bashkëshorti, bashkëshortja, i fejumja, shoqja, njëri i familjes. Ato marrëdhëniet, pra, është njësoj si ato marrëdhëniet që janë shumë toksike, janë shumë të dëmshme për ty, janë shumë abuzive, por gjithsesi nuk e din dot se si me dal prej asaj lloj marrëdhënie. E njëjta gjë është edhe me ushqimet e pashëndetshme që ti mendon që s'mundesh mu nda prej tyne. Shumë prej nesh e dim që nëse dikush është i mvarur ose është i adiktuar prej substancave të ndryshme si alkooli, duhani apo droga, janë institucione të ndryshme që munden me shku dhe me u rehabilitu. Ndërsa për ushqimin, fatkeqësisht me u largu prej ushqimeve të pashnetshme, nuk ekzistojnë shumë, ose më mirë me thonë asnjë gjë tjetër përveç se mos i
konsumo. Mos I konsumo. Por mos me I konsumu nuk është aq e lehtë sa thuhet ose sa është e lehtë me e thënë. Është një periudhë tranzicioni në për cilën nuk ke ka me shku pa kalu në për te. Çdo periudhë tranzicioni është e vështirë. Por nëse ti je I bindur edhe e ban punën tënde nga dita në ditë, atëherë do t'ja arrish qëllimin tanë. Ka shumë metoda se si mos me I konsumu, por unë do t'bie vetëm disa për këtyne metodave që mendoj që janë kryesoret, që edhe ju mos me uni të mbi ngarkum me shumë hapa, edhe që me pasate entuziasmin që me fillu me I bë këto hapa. Ban listën e ushqimeve që e shef që nuk mundesh me nejt pa to. Ajo është vetëm një mendim që ja ke ushqy vetes edhe e ke bind veten tënde që nuk mund ta bash dot, por shikoje prap, ndryshoje the mindset, ndryshoje mënyrën se si mendon për këto ushqime. Që do thot, nëse deri tash sheqernat pijet alkolike ose pijet me sheqerna, pijet me gaz, bulmetnat, je I mbarën për tyne, tash I shikoj si armiku jot. Dhe me të vërtet janë armiku jot pasi po të shkurtojnë jetën ose po t'japin shumë probleme shëndetësore. Atëherë largoju prej tyne, ndryshoje mënyrën se si menon për to. Okej, me të vërtet të rekomandoj që ti shkruash këto hapa, pasi janë shumë të rëndësishëm nëse je shumë serioz për me përmirësu shëndetin tanë. E para, si që thash, merr një laps dhe një letër, shkruaje listën e ushqimeve që ti mendon që je I mbarën prej tyne. Në anglisht thuhet hapi parë është awareness. The first step is awareness. Do të thonë vetëdia, të jesh I vetëdijshëm për ato që po shkaktojnë ty dëm në shëndetin tanë. Kur të jesh I vetëdijshëm, pastaj pranoje të vetja jote që këto ushqime janë të dëmshme për ty. Se po nuk e pranove, nuk mund të marrësh hapat e tjera që vinë më pas. E dyta, planifiko se si të veprosh. Këtu janë disa nën pika që do t'i jap që të ndihmojnë për me planifiku. Largoj gjitha ushqimet që ti je I mbarën prej tyne, largoj nga shtëpia, vetoju vetes që nuk do t'i blesh më ushqimet që din ti që janë të dëmshme për ty. Mos I bjerë në shtëpi. Nëse e ke në shtëpi, ti do ta gjesh mënyrën për me e fut në gojë. B. Fol me pjesëtarët e tjerë të familjes që të gjithë të jeni në të njëjtën faqe, si me thënë. Ftoj edhe ata që të bëjnë të njëjtën gjë, por nëse ata nuk pranojnë, tregoju qëllimin tanë edhe me të vërtet thuju që mos të lusin ty për me ta mush menjen që edhe ti duhet me u shoqënu në grupin e tyne, me vazhdu me konsumu këto ushqime që I dëmshme për ty. C. Mundoju edhe largoju grupeve me cilat je shoqëru gjatë kohës që ke konsumu këto ushqime që janë të dëmshme për ty. Nëse je në një kolektiv ku secili secili konsumon këto ushqime që ti e din se janë shumë të dëmshme për ty dhe ti ke mbarësi nga to, mos shko në këto grupe derisa ta kesh largu nga menja, nga trupi jot, nga truni, edhe nga jeta jote këto ushqime që të bajnë dëm dhe që din se e ke marrë vendimin mu largu prej tyne. E treta, pyet njerëzit që të suportojnë. Pyet njerëzit e familjes që të suportojnë dhe të mbështesin në këtë vendim që ke marrë për me përmirësu shëndetin tanë. Ata që nuk të suportojnë, nuk të kuptojnë dhe mundoju largoju ose rriu sa ma larg. Pyet shoqnin për suportim, pyet ndoshta është e mirë me I marrë këto hapa dhe me një person tjetër që të jeni partner që të mbarëni për njëri tjetrit, duke I thënë njëri tjetrit, okay, unë e bëna këtë gjë, a e bën ti, që ta ndihmoni njëri tjetrin. E katërta është që të adiktohesh ose të fillosh të mbaresh nga shëndeti jot I plot, nga shëndeti fizik, mendor dhe emocional. Çfarë do thotë kjo? Unë them që ta dini rëndësinë e shëndetit. Mos e merrni atë shëndetin për free, omzonst,
në gjermanisht ose for granted në anglisht, mos e merrni shnetin tuaj si diçka që është e parëndësishme. Gjaja, aseti më i madh që keni është vetja juaj. Po vetja juaj nëse nuk ka shnet, atëherë nuk mund të bani eksperiencat e jetës për cilën jeni këto, nuk mund t'i realizoni, nuk mund të realizoni ëndrat tuaja, qëllimet tuaja, edhe nuk e jetoni dot jetën në atë grad ose në atë shkallë që dëshironi ta jetoni. Dhe pika jashtë është ta dini që adiktimi prej këtyre ushqimeve nuk është faji juaj. Mos e vëni veten në faj që është faji jam që jam i varur prej këtyre ushqimeve. Them nuk është faji juaj, pasi shumë prej jush nuk e keni ditë që ushqimet që konsumoni janë ushqime që kanë një nivel dopamine shumë të lartë edhe të bajnë ty me keni varur prej tyre. Sidoqoftë, tash që e din, është faji jot nëse nuk i zbaton këto hapa, pasi je i vetëdijshëm tash i ke informacionet. Vetëm e pasur informacione nuk është gjaja kryesore. Gjaja kryesore është me i vu informacionet në punë. Dhe nëse i vën informacionet që po i merr në punë apo jo, atëherë është zgjidhja jote. Unë vetëm shpresoj që zgjidhja juaj të jetë ajo që i shërben shnetit tuaj, ajo që i shërben jetës tuaj, që të jetoni jetet për vite me radhë, po me jetu, jo vetëm me ekzistu. Se mundesh me u bë 90 vjeç, por nëse je gjithë kohën nëpër spitale, je gjithë kohën në shtrat, me rënkime, me probleme shneti, atëherë ti nuk po jeton jetën, po thjesht vetëm po ekziston. Dhe e fundit, po me shumë rëndësi, dua t'ju them që mos e përdorni ushqimet për me rrit shijen e jetës, për me rrit kënaqësinë në jetë. Ushqimi le të përdoret për ashtu siç e ka falë Zoti, për me na ushqy trupin edhe trunin, për me kry gjithçka që na duhet në jetë. Por gjeje kënaqësinë tek gjanat e tjera të jetës, si tek marrëdhëniet me njerëzit. Gjeje kënaqësinë duke dalë në natyrë. Çdo tjetër që t'jep kënaqësi ty përveç ushqimit, gjeje. Ndoshta për dikën është ecja në natyrë, ndoshta për dikën tjetër është meditimi, për dikën tjetër janë lutje për çdo ditë, për dikën tjetër mund të jetë për me shëtit në përbot. Po gjeje ti kënaqësinë që të jep jeta ty, gjithë secili është ndryshe nga tjetri. Mos e gjeje kënaqësinë në ushqimet që të bajnë të mvarën prej tyne, sa atëherë jetën tënde nuk e komandon ti më, por e komandon dopamina, e komandon ato landet kimike që i ke fut në trup nëpërmjet këtyre ushqimeve adiktuese. Shpresoj që kjo video t'ju ketë ndihmu dhe do ta mbylli me këtë fjali. Shëndeti jon, shneti nuk blehet, por është një diçka, nëse kujdesesh sot për shnetin tënd, është një gjë me aq vlerë sa është si puna e bankës. Kur fut para në bank, sot që me i rujt me i përdor nesër ose në vitet e ardhshme. Ashtu është edhe shneti. Kujdesu për shnetin tanë sot sa nuk është vonë, që nesër vitet e ardhshme të kesh të mjaftueshëm për me jetu jetë kualitative dhe me shiju ju vetën tane, por edhe fëmijët e fëmijëve, edhe pse jo, edhe fëmijët e fëmijëve të fëmijëve. Okej, atëherë pra, ju uroj shumë shëndet edhe ju uroj gjithë mirat dhe shihemi në videot e tjera. Mirupafshim.